Nëse të kujtohem sa po doli, Egli e Angelo publikojnë këngën që djeg shpirtin. Egli Tako ka zgjedhur të rikthehet fuqishëm në skenën muzikore, dhe këtë herë me një bashkëpunim që premton zjarr dhe ndjesi të forta. Kënga më e re e artistes, Nëse të kujtohem, e realizuar në duet me këngëtarin Angelo Koci, publikohet sot në orën 18:00, e shoqëruar me një videoklip emocional që pritet të bëjë nami në rrjet. Ky duet ka ngritur menjëherë pritshmëritë, jo vetëm për faktin që janë dy artistë me vokale të veçanta dhe prezencë të fortë, por edhe sepse tematika e këngës është thellësisht e ndjerë dhe personale, një histori e mungesës, kujtimeve që mbesin pezull dhe një dashurie që nuk shlyhet lehtë. Videoklipi, sipas burimeve, është realizuar me regji profesionale dhe përmban element simbolik që përforcojnë ndjesinë e nostalgjisë dhe mallin që sjell kënga. Egli dhe Angelo shfaqen në role të ndryshme emocionale, të ndarë në skena por të bashkuar në ndjesi, një koncept që publiku shqiptar dita përjetoi fort. Në rrjet, fansat kanë shpërthyer. Vetëm titulli më bëri të ndjej diçka, mezi pres të dalë. Ky duhet do na shkrijë shpirtin. Këngë për të gjithë ata që kujtojnë dikë që s'mund ta harrojnë. Egli Tako njihet për stilin e saj të pastër, vokalin e kontrolluar dhe tekstet e ndjera. Në këtë projekt ajo vjen më e pjekur artistikisht, ndërsa Angelo Koci i shton forcë, shpërthim dhe karakter këngës. Sot në 18:00 publikohet në YouTube, dhe ti duhet ta dëgjosh që në sekondat e para, sepse kjo s'është një këngë që thjesht dëgjohet, është një ndjesi që përjetohet. Abonohuni në kanalin ton për të rejat e fundit.